Dhe shumë prej njerëzve Allahu subhanahu wa taala u ka falur për shkak të sadakas. Për shkak të sadakas, siç transmetohet se Allahu subhanahu wa taala, siç thot pejgamberi alayhis salam, se një njeri ishte i uritur dhe pa një qen i cili po ashtu ishte i jetur. Dhe ujin që ja dha atij, Allahu subhanahu wa taala fa shakara lahu wa ghafara lahu. Ja fali atij dhe ja falenderoi këtë vepër, pra ja zusi vepër të madhe. Të gjitha mëkatet që i bëri, Allahu subhanahu wa taala ja fali për shkak të sadakas, për shkak të bamirësisë që e bëri ndaj qenit. E mos të flasim pra ndaj ndonjë njeriu i cili ka nevojë. Thot pejgamberi alayhis salam, fi kulli kabidin ratba sadaka. Në çdo mushkri ke sadaka, po qofshin pra edhe kafsh. Përderisa një krijes ka mushkri, dije se ke sadaka. Dhe kjo pra është madhështia e Islamit, saqë të nxit që të kujdesesh pra edhe me kafshët dhe me gjitha krijesat tjera. Raportin tënd me gjitha krijesat pra e përmirëson. Dhe kundërta, tregon pejgamberi alayhis salam se një grua ka hyrë në zjarr të xhehenemit vetëm për shkak se e ka dëmtuar një mace. E ka lidhur dhe nuk e ka lënë as të ushqehet, as ajo vet nuk e ka ushqyer. Pra është futur në zjarr të xhehenemit për shkak të kësaj vepre. Nuk e din njeriu me çka shpëton prej xhehenemit dhe me çka e meriton xhenetin. Donjëherë një vepër që ti e ke bërë me të vërtetë sinqerisht për hir të Allahut subhanahu wa taala, mirë po nuk ke menduar se ajo do të shpëtojë, mund të bëhet sebeb që të shpëtojë pra në ditën e gjykimit prej zjarrit të xhehenemit.